Çdo konstatim i kësaj natyre duhet ta ketë për pasojë veprimin e pamëshirshëm, nuk mund të ketë kurrfarë tolerimi ose mirëkuptimi për ata që e shkelin ligjin. Shikues të nderuar, në të paktën 2 raste ne kemi mbrime verifikuese 2 mësues që nuk kanë diploma valide punojnë në shkollat e Kosovës. Ky problem i heshtur për disa vite pritet të auditohet nga Inspektorati i Arsimit, të paktën kështu na është thënë jo zyrtarisht. Jemi të realizuar një ulëtim në cilin kemi kuptuar që Kosovë ka mësimdhënës që punojnë në shkolla dhe kanë diploma nga programe të palicencuara nga kolegje private para 10 vitesh e më shumë. A i ndjeni ju si ministër edhe çka keni me vepruar me këta mësimdhënës? Çdo konstatim i kësaj natyre duhet ta ketë për pasojë veprimin e pamëshirshëm të shkëputjes së atyre kontratave ose çfarë do licencës që është dhënë dikujt në mënyrë të paligjshme. Pra, në momentin që i kemi përballë dëshmitë për çka po na ndihmoni po besoj edhe ju me hulumtimin tuaj ne do të kalojmë në veprime konkrete sanksionuese. A i ndjeni a është zbatu ky vendim i ish-ministrit Bajrami i cili kishte planifikuar që me avancu këta mësimdhënës që janë të diplomuar prej këtyre kolegjeve private me programe të palicencuara? Unë besoj që çfarë do konstatimi, një paligjshmërie që bëhet në mënyrë zyrtare, përveç një hulumtimi edhe me procedurat e ministrisë, duhet ta ketë përpasojë vendimin sanksionues që mund të jetë ndërprerje ose një veprim tjetër. Pra, në këtë kuptim, tash çështjet detajet mund mos e din këtë moment, po e di që zyrtarët tanë po merren me këtë çështje dhe nuk mund të ketë kurrfarë tolerimi ose mirëkuptimi për ata që e shkelin ligjin.